ndotjet eliminoheshin, siç u eliminuan atje ku rinovuan. Tani ndotje kishte në atë kohë? Patjetër. Çfarë dëmi solli Elbasanit kjo ndotje? Po sigurisht i ka sjell një dëm ekologjik dhe kjo lidhet. Pse është bërë në Elbasan? Është bërë në Elbasan se kishte shumë merë dhe ti merrte. Shumë vetëm për këtë, rrymat ajror. Rrymat ajror ishin parashikuar edhe ndotjet. Por në këtë kuptim them, domethënë ishte gabim, sepse ne nuk ishim kallë për të përballuar edhe pasoja dytësore, pra ato efektet anësore të një kombinati metalurgjik. Kush e ndërtoi kombinatin metalurgjik? Kinezët. Ne zdërtuam gjë? Urdhëro? Ne nuk e ndërtuam ne? Ne morëm një teknologji kineze, erdhën specialistët kinezë, shumë nga specialistët tanë shkuan në Kinë për të përvetësuar teknologjinë, dhe kështu u bë kjo punë. Dhe u vun punë me pa probleme të mëdha. Falas ishte apo e bleme? Shiko, ka ardhur një herë Mehmet Shehu në vitin 1978 atje, edhe tha që e kemi paguar qindark në qindark. Kjo është një gjë për të diskutuar, unë nuk e di sakt, por po them që ai tha kështu. E kemi paguar qindark në qindark. Sigurisht nuk di që të ketë në debat në marrëdhënie ndërshtetërore, sepse borxhet trashëgohen. Dhe s'kemi. Ne s'kemi, nuk kemi dëgjuar asgjë. Do ne e ka bërë Shqipëria, po kaq e fortë ishte Shqipëria? Po, nuk është vetëm kjo, sa gjëra janë. Po se ka edhe të tjera. Sa gjëra. Tani fotoja tjetër është po me kombinatin, ju lutem regjia, por me një ky është ndryshkur. Tani më trego atë, ky gabimin më tregove, tani më trego fajin. Fajin. Ekzistonin të gjitha mundësitë që kombinati të rinovohej dhe të përshtatej me ekonominë e tregut. Po teknologjia ishte vjetër. Në atë kohë, po, ja po ta them. Në atë kohë me çfarë u mora unë me fjalë derisa ika sepse pash që nuk shtyhesh më. Në atë kohë u lidhe me italianët. Në Itali ishte një firmë Pitini quhet dhe kishte gjithë metalurgjinë e veriut të Italisë. Ata dërguan italianët, qeveria italiane nëpërmjet firmës Pitini, dërguan disa specialistë për të bërë një studim fizibilitete, si mund të përshtatej kombinati metalurgjik në kushtet e ekonomisë së tregut. Ky studim ju dha qeverisë shqiptare dhe qeverisë italiane. U hapën edhe fondet e qeverisë italiane, u hapën fondet për të kanalizuar nëpërmjet Pitinit. U njoftua qeveria shqiptare dhe për fat keq nuk e di me çmendje me fjalë, Ramiz Alia, që ishte president i kohës, u tha italianëve, po do na tregojnë italianët ne se ku t'i përdorim fondet, mjafton të na japin, po dim ne ku i përdorim. Ndërkohë, sepse ne nuk e di, si shëmsuar të punonim me projekte tamam. Ata jepnin para për këtë projekt, sigurisht do kishte ndryshime, pjesa hidrometallurgjisë, domethënë do merreshin lëndë të parë me fjalë edhe nga Brazili, edhe nga vendet tjera, dhe nuk do prodhonim 550 marka çeliqesh, sepse për të kaluar nga një markë në tjetër 50 marka çeliqesh. 50 marka. Çfarë thua? 50 marka çeliqesh prodhonim në atë kohë, por kalimi nga një markë në tjetër kishte një kosto të jashtëzakonshme. Duhet ndroheshin gjithë cilindrat e pezimit e tjera çështje teknike me fjalë që nuk ja vlen, por kishte një kosto të jashtëzakonshme. Do të prodhonim çeliqe për ndërtim. Dhe këtë e ndërpreu Ramiz Alia, e shkatroi Ramiz Alia. Unë kam një letër. Po. Mund ta kisha sjellë edhe këtu për garanci, po e them. Është një Fausto Galaci. Po. Ai ishte nga Verona, inxhinier i jashtëzakonshëm, 2 metër burr sa prang cali që tregove çfarë, 2 metër burr. Nga Dukagjini. Ka qenë drejtori i kombinatit të Tarantos Itali, që është një kombinat shumë i madh. Tash edhe ai është rrugëllur për shkak të problemeve ekologjike dhe të orientimeve të reja. Dhe më thot, në fund fare shkruan këtu 4 faqe letër me shkrimdore. Është e pamundur, thot, të punosh me qeverinë shqiptare. Po qeverinë shqiptare ishte Ramizi që ishte president. Po pra, s'kishin filluar ndryshimet akoma. Po kryeministri kush ishte? Po Adel Çashani ka qenë. Po në 90 apo në 91? Po 90, po ata kanë ardhur në 90-ën. Në 90 në thënjishin, në fillimin në thënjishit ka qenë. Fillimi në thënjish ka qenë Fatostan. Po, nuk e di. Fatostani do të ketë qenë ndoshta. Fatostani. Dhe kështu thënë, nuk punohet. Po një mentalitet, nuk mund të punohet me qeverinë shqiptare. Po. Dhe shumë të zhgënjur, gjithë ekspertët që unë i njoh personalisht, domethënë. Ky ishte shansi i humbur? Shansi i humbur i Shqipërisë. I humbur i Shqipërisë? Patjetër. Jo vetëm për kombinatin, ëh? Po jo vetëm për kombinatin,
Po për mënyrën se si menaxhuam 500 fabrika e gjithë industrinë që tani u shkatërruan 500 fabrika dhe uzina. Tani do duam mendimin tënd sepse jo thjesht teori, ajo është edhe e konfirmuar që Serbia e ka deklaruar dhe në parlament, Shesheli, Slobodan Miloševići, Sali Berisha e ka pranuar, Spartak Gjelas si avokat dhe si njeri publik e ka thënë disa herë. Po në intervistë Sali Berisha më ka pranuar. Ka dhënë $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë, që nuk kuptonte shkatërimin e uzinave, fabrikave dhe një nga këto ishte edhe kombinati metalurgjik. Tash unë mund të jap një mendim, po duhet të kesh një super spak që të hyjë kësaj gjëre me themel dhe ta zbarut. Se duhet të jetoj por unë po them, ky mentalitet shkatrues ishte tek Ramizalia që e thash, tek të tjerët dhe u mbar tek të tjerët që erdhen më pas, të deleguar prej tij apo në rrethana që erdhen nuk ka shumë rëndësi kjo punë, dhe për fat keq ne nuk u treguam, humbëm shansin për të shfrytzuar me fjalë ato gjëra që nuk i krijoi komunizmi si sistem, po ishin pasuri e këtyre njerëzve. Pasuri e kombit. Po, e popullit sigurisht. Dhe unë po të them, meqense jemi te kombinati, ne punonim, askush nga ne nuk paguash. Unë në studimet që kam bërë në atë kohë, dola që kostoja e fuqisë punëtore, pra e pagave të fuqisë punëtore, në koston total e prodhimit tek ne ishte 4%. Vendet tjera ishte 25%, 30%, deri në 50%. Kostoja e punëtorëve. Do të thotë që ne kemi punuar pa u paguar në thelb. S'paguanim taksa, dakord, po as nuk merrim pagë. Pra çështja është që pagmerrim punëtorë. Ne ishim pronarët e vërtet të kësaj pasurie. Tani për çfarë shërbente ai çeliku i cilësisë më të mirë që prodhohej në pastaj? Çelikët më të mirë kanë qenë çelikë inoksidabil. Prodhoheshin ku prodhoheshin? Prodhoheshin për gjëra që nuk oksidohen, kjo është çështja. Po ne s'kishim nevojë të merret të investonim aq shumë për to, sepse aq sa na duheshin në mundi më. Ali kështu në mjetet të tjera e kanë fjalën unë. Jo vetëm kaq, po unë thash, nuk kombinati metalurgjik nuk përkonte me parimin e mbështetjes në forcat e veta. Pse? Kjo këtu kthej është uzina e koksit. Prodhonte ne nuk kishim qymyr, domethënë, koksi është një fabrikë e madhe që prodhon lëndën djegëse të furnaltave. Por me qymyr briketa, kështu si puntullash, me qymyr, po qymyrët tona nuk ishin të koksifikueshme. As qymyri me malia që ishte më i miri. Atëherë nga e merrnim ne? Ne e blinim nga Amerika dhe nga Rusia. Po nga që s'kishim marrëdhënie me Amerikën, ne e blinim nëpërmjet Kanadas ose nëpërmjet Bullgarisë. Ndërmjetës, pas ndërmjetësish, edhe imagjinoni çfarë kostosh. Do të lënda e parë djegse, kjo djegse, vetëm lënda djegse. Lënda e parë, më buka, që po them. Ky nuk dilte rentabël pas. Ushqimi i përditshëm. Po kjo e rëndonte me fjalë koston. E rëndonin barierat ideologjike dhe marrëdhëniet që s'kishim me ditë. Do të thënë qymyri i memaliet nuk vlen. Nuk shndrohej në qymyr të koksifikueshëm, se ka fuqi. Ata që na ndjekin, ka fuqi ulët kalorifike, ai përdoret në tece, në vende tjera, po jo këtu. Jo këtu. Foto tjetër? Thash vetëm këtë, po nuk është vetëm këtë. Lëndë të para të tjera, pastaj çdo gjë ka. Nga meni lëndë parë të tjera, se nga Amerika, nga Kanadaja. Nëpërmjet Kanadas dhe nëpërmjet Bullgarisë, po edhe nga Amerika, edhe nga Rusia. Pas keni gjetur kanalin. Lëndë parë të tjera nga menit? Këtë po them, po kjo ka, dini sa anije punonin vetëm duke marrë këtë lëndë parë. Sa anije? Sa të duash. Unë kam takuar një grek me fjalë në Athinë, që më tha, ti edhe i kthej më dha dorën, pse po më e dorën? Po unë jam pasuruar nëpërmjet jush, sepse ai ishte administronte të gjitha anijet që sillnin lëndën e parë nga vende për të cilat ne nuk kishim marrëdhënie. Foto tjetër? Kjo është një foto që unë dua ta komentojmë. Ja. Prishja me kinezët. Letër e Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, drejtuar Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës dhe Qeverisë Kineze. Çfarë ishte ky? Ky ishte një shkrim i zërit popullit. Çfarë ishte kjo prishje? Se në fillim dashuri dhe pastaj prishje marrëdhëniesh. Kështu i ka pas me Jugosllavin, me Bashkimin Sovjetik dhe pastaj me Kinën. Tash unë do të them ato që di dhe pastaj do bëjmë një lloj përgjithësimi edhe duke hamendësuar për gjëra që janë dhe s'janë thënë. Unë vetë personalisht e para njëherë kam punuar me kinezët. Ke punuar me kinezët? Kam punuar me kinezët. 24-25 vjeç kam punuar me kinezët. Atje në kombinat? Madje punonim natë ditë. Atje në kombinat? Po, në kombinat. Punoj me tretune?
Po kombinati punonte me treturën, po Do të thonë kombinati nuk nuk fikeshin. ndërpritesh kurrë. Nuk fikeshin atë. Dhe me qenë se Wow. përmenda koksin, Treturën, atje ka pas furrat e koksit. Ato ishin të veshura me tulla zjarrdoruse dines, që mjaftonte një herë të shkonin në temperaturë 0 dhe nuk përdoreshin më. Do të thënë mjaftonte një stakim për të shkatruar gjithçka. Do të thonë nuk fike të njëherë kombinati. Asnjëherë, absolutisht asnjëherë. Po dhe çfarë ndodhi? Asnjëherë. Unë kam punuar me kinezët. Kur u prishëm, edhe i përgojuam në fakt. Me të drejtë? Institucionalisht. Me të drejtë? Pa asnjë të drejtë. Pa asnjë të drejtë. Pa asnjë të drejtë. Si ishin Se kinezët? pa drejtë. Kanë qenë jashtëzakonisht korrekt. Wow. Nëse unë nuk kam parë kurrë njerëz më korrekt se sa kinezët. Unë kam punuar me inxhinier, me tjerë, natën, ditën e tjerë. Kemi përjetuar, çfarë kemi përjetuar? Vdekjen e Mao Zedonit në vitin 1996. Dhe pastaj deri në momentin e largimit në vitin 1998. Askush nga ne, 78, 78, më fal. Askush nga ne dhe nga ata nuk mbeti pa derë lot.